Pas 14 vitesh, vendosi që historinë e dashurisë tonë ta mbyllën brenda një dite me pretekstin që i është rritur djali dhe duhet të fokusohet te familja. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri. Ja ku po ritakohemi me ju për të ndarë rrëfimin e radhës, për të ndarë letrën e radhës. Sot do të ndaj një letër me shumë emocione. Ndoshta do ta paragjykoni shumë, ndoshta do ta komentoni tepër. Bëhet fjalë për një vajzë që është dashuruar me një burr të martuar, saqë ka ndarë mendjen edhe të mos të martohet. Ka bërë disa vite me të, por në momentin që atij burrit martuar i është rrezikuar familja, marrëdhënia ka marrë krejtësisht një kuptim tjetër. Mirëmbrëma. Po e ndaj këtë letër me ty personalisht, por edhe me të gjithë shqiptarët që ndjekin kanalin tënd. Jam një vajzë që sot jam 44 vjeç. Dikur me shumë ëndra nëpër rrugët e Tiranës, ndërsa sot e mbyllur në vete duke folur me dështimin. Të tjerëve ju them që nuk e dua martesën. Nuk më duan fëmijët. Jam e lumtur në jetën që bëj, jam e gëzuar në jetën që bëj, po kënaqem, po dal me shoqem, po kënaqem me mikesha, mundohem që të argëtohem, por në thelb e vuaj jetën që e kam. U dashurova në moshën 30 vjeç, me vetëdije të plot, me një burr i cili ishte i martuar. U njohëm rastësisht. Unë isha me shoqet e mia në ato vite ku gjërat për mua fluturonin. Isha në një klub të Tiranës dhe po pinim ca gota. Zotëria në fjalë ishte në cepin tjetër të banakut dhe po rinte në telefon edhe po qeshte. Që në momentin e parë, me thënë drejtën, më tërhoqi me bukurinë e tij, me trupin e tij, me sharmin që e karakterizonte. Do të thoni që rash në dashuri me shikim të parë? Me patjetër që po. Jo që rash në dashuri, por u fascinova. Doja me patjetër të flas me të, doja me patjetër të komunikoj me të, doja me patjetër ta kuptoj se kush është ai, nga vjen ai. Marr gotën time edhe hedh hapin e para. I them përshëndetje, më kujtohet si sot ajo sken. Ka qenë ambienti me drita pak si të errta, dhe në sfond ishte muzika e lartë. Në momentin që jam kthyer tek ai për t'i dhënë përgjigjen, era e parfumit të tij më fascinoi. Edhe që atë natë, unë rrëshqita për t'ia dhënë mundësinë atij të më merrte në makinë edhe të flenim bashk në një nga hotelet e Tiranës. Dhe aty nisi rrugtimi jonë. Unë e quaja rrugtimin e dashurisë, por ai në të vërtetë e kishte quajtur rrugtimin e kalimit të kohës kot. Më tregoi që në ditën e parë që ishte i martuar, edhe që gruaja e tij kishte një shitore këpucësh. Ma shpjegoi komplet se ku e ka dhe shitoren, që unë të mos të kaloja andej. Elbete ndonjëherë të mos të binte në sy. Okej, ditët kalonin, koha kalonte. Po bështe një vit, po bështe 2 vite, po bëshin 3 vite, 5, 7, ndërsa ai çdo të herë më premtonte që në fund të vitit do të heqte dorë nga bashkëshortja e tij. Ishte pa imagjinueshme. Unë çdo ditë edhe çdo natë jetoja me ëndra, jetoja me dëshira për të patur atë njeri në krah. 14 vite shkuan ashtu. Arsyetimet ishin shumë të mëdha, ndërsa unë 14 vite isha në errësirë. E besoja këtë njeri.
Kur e kujtoj tani, më besoni që nuk kam fjalën për ta përshkruar çfarë dhimbje kam. Grindesha me nënën time. Nëna ime në asnjë mënyrë nuk ishte dakord dhe mundoheshte në për të gjitha dimensionet që të më largon nga ky njeri. Unë përsëri nuk e besoja. Unë i besoja më së shumti fjalës së tij sepse më ma gjepste ëmbëlsia që e karakterizonte. Çuditërisht si nuk u soll një herë keq me mua. Vetëm fjalë të ëmbla, vetëm shpresë dhe ishte i gatshëm gjithmonë të vinte në orën e duhur. Pas 14 vitesh, vendosi që historinë e dashurisë tonë ta mbyllën brenda një dite me pretekstin që i është rritur djali dhe duhet të fokusohet te familja. Tani më është e turpshme që djali i tij ta kupton nga ana e shoqërisë që babai mbante një lidhje tjetër paralel. Edhe këtu me thënë drejtën shpirti mu prish. Nuk e besoja që po ndahet. Mendoja që një ditë do të kthehet. Do të kthehet pranë meje duke më thënë që unë ty të dua. Unë nuk të lë dot. Ishte një mendim i imi. Por çuditërisht nuk ndodhi ashtu. Ai iku për të mos u kthyer më kurrë. Lufta nisi në shtëpinë time, prindërit filluan që të më flisnin, mamaja filloi që të më gozhdonte, ndërsa babi e tha vetëm një fjalë: turp të vi. Dhe këtu e mbylli kapitullin mes meje dhe atij. Sot jam në një siklet shumë të madh, po më digjet shpirti. Dua ta mallkoj, por përsëri nuk më shkon zemra. E vetmja përgjigje që nuk e kam në vete është kjo: përse më gënjeu 14 vite të plota? Përse më mbajti me shpresa? Përse më mbajti me fjalë boshe që do të linde të shoqen, që do të martoheshte me mua? Përse e bëri këtë gjë? Akoma nuk arrit dot që ta kuptoj. Akoma jam në pikpyetje të mëdha. Edhe shpirti më digjet sepse nuk e gjej dot përgjigjen. Por unë një fjalë do t'i them. Edhe pse unë të besova dhe ti më mashtrove, edhe pse unë u largova nga gjithçka dhe pranë teje qëndrova, dije që do të vijë një ditë që ti do ta paguash gjithmonë. Por uroj me zemër që mos të përvëlohen fëmijët e tu, siç më dogje mua, sepse unë sot nuk vendos dot që të martohem e të krijoj familjen time.